Kemi pësuar dëme të mëdha në bagti dhe në pjesën e ushqimit. Si pasojë e frirjes të lumit bëri të mundur çarjen e digës dhe na përmbyti të gjithë stallën. Kanë ngordhur shumë qingja, rreth 30 qingja, 13 kokë dele dhe 120 dhi dhe 60 keca. Dhi dhe keca nuk u gjendën si pasojë e rrymës, i ka marrë, i ka shtirë, nuk e di ku gjenden, ku janë çuar. Ndërsa disa qingja dhe disa dele kanë mbetur në stall brenda, të rrethuara, të pamundura të dalin, janë përpjekur të dalin nëpër baleta, nëpër shumë, nuk kanë mundur të dalin dhe nuk është bërë konfirmimi i numrit, është bërë pas një dite që ka rënë rrjedha e lumit, ka rënë ujë dhe jemi futur brenda. Na kanë thënë që do vinë të heqin edhe kafshët e mbetura këtu brenda. Akoma po presim. I bëjmë apel vetëm të na ndihmojë për humbjen e kafshëve që kemi pësuar, edhe me ushqim ç'a munden të na ndihmojnë sadopak për kafshët e mbetura.